unë mendoj që kanë mujt me jap më shumë golla, edhe kanë pas më shumë shansa me jap, edhe ato e konfirmojnë edhe statistikat. Po. I kthemi Kosovës. Kthemi Kosovës, Kosova luajti në Sloveni, na këtu e kemi pas një diskutim të premten me Çika, jo me Çika në vërtet kanë qenë këtu edhe ka qenë Miranda, Krenari dhe Rexha. Po, çashtu kanë qenë edhe dy, një tifoz Krenari, tifoz i flakt i Shqipnisë, bila im duket që me luajt Shqipnia kundër Kosovës, bot për Shqipnin, bot me Shqipnin. Edhe mirë që unë e komendu atër, nuk e disha, tash Kosova fitoj 2-0. Edhe dikush e ka prit normalisht që ka me lujt qash mirë, po unë për veti se kom prit se kanë qenë Kosova të më thonë, edhe ndeshin kundër Suedis në Suedi, edhe ndeshin kundër Slovenis. Sloveni ka qenë favorite Suedia, respektivisht Slovenia. Edhe se kemi prit që ka me lujt qash mirë, se favorit ishte ekipi tjetër. Dhe kogja favorit i madhë. Koeficientin kogja tullë të kanë pas ekipe tjera, dhe më thonë kanë qenë super favorit, dhe risa Kosova në Sloveni, që kam befasu ma shumë t'i kesh që kanë mujt me fitu 4-0. Më thonë, nuk di a pat Slovenia ndonjë shansë ma 100%, kështu me thonë, ka pas shansë me jep gola, kështu që ajo ke befasia ma e madhe për mu, dhe më thonë qysh Kosova e voni tonat lojt mirë, edhe qysh lushin me një farë loj vetë besimi, edhe ka njerë gati në kufi me arogancën, abdin që janë nisen me bo finta, me lyt me zveti si më konë mahal, adin u nishin, midis një stadiumit huj, edhe pse ke imbushën me shqiptar, plët shqiptar pat, jo imbushën krejt, me ta, po qasi farë vetë besimi e patën si me pas konë një klub. Të vëdhën, kur thush për një komtare, që ka lujt si me lujt një klub i futbolit, i bjen që ta lojtar lujnë për çdo ditë me zveti. Që kjo se di nështë ta unë se shë për cili shumë futbolin, ose që kam informacione ashtu të shumë ta e këqyri në ndeshje që ka më interesan. Po dyqysh mu dëk që kjo harmonia që ka ardhë me këta lojtarë 3 që i ka nëzjedhë për kombëtare, është një harmoni që ma herët lojtarët e kombëtarës nuk e kam pas. Tash cili ku qëndrën problemi, a është ideja që ma herët ka ndash me tregu ma te për vetën si lojtar, jo që s'ka ndash me bashkëpunu njani me tjetrin, po nështë dëshira shumë e madhe për me shënu në fanelën e kombëtarës së Kosovës, i ka bo nështë me qenë pak ma vetjak, e kësaj radhe nështë edhe pse në mosha 3-ja, edhe pse... Deri sa u bo 2-0, ken okej, po të një anisën mu bo vetjak, po kjo ndodhë edhe në klube tjera, edhe në klube të mdoja, që kur bo 2-0, 3-0, të një këshyrin me jep gol vetë, se edhe aty kam pas shansa, u bon shumë vetjak, do më thonë, plët lojtarë u bon vetjak, gati se cili që ishte ma afer golit, nuk këshyr me pasu, po këshyr me shutu. Do më thonë, pat aty, tash s'pedi mingjekit emrat... Edhe Muslia ka pas raste... Te Muslia, te Galapenit, te kejt ka pas raste që kanë qenë, do më thonë, kanë mujt me pasu, po edhe të bona hero dhe dalë të fitoj, kështu që mirë se ketë 2-0. Për Galapenin nuk e di, nuk t'lo me fol. Jo se na i dhënot Miranda, që është mra parësi me bo me fol. Jo veç se kemi Mirandën, po e besoj që është një prej... Po, shumë mirë ka lujt. Një prej lojtarve matë mirë, mësë me thonë me i mire. Ki shef me jep golla, po kupton si krejt që kanë shef me jep golla. Po besoj që dëshira e këtij futbolistave është për me jep golla, se kështu saj përket notave, do më thonë, përveç Muricit edhe Rexbeqaj, krejt e kanë pas notën për mbi 7, përveç këtyre që kanë hi, në vërtet, këta që kanë hi ma vonë, edhe Veldin Hoxha e ka pas mbi 7 notën, kështu që është notë shumë e mirë. Kanë lujt shumë mirë, po, unë mendoj që kanë mujt me jep ma shumë golla, edhe kanë pas ma shumë shansa me jep, edhe ato e konfirmojnë edhe statistikat, po edhe para se me marrë kartonin në Shqipnia, Slovenia kanë pas shansa, do më thonë 2 shansa të mëdha e ka pas Kosova,